Linja ajrore Ryanair e vetme me tarifa të ulta në Shqipëri, këtë të mërkur çeli zyrtarisht bazën me 4 avion, një investim prej $400 milion. Në sezonin veror 2026, Ryanair do të operojë 44 destinacione dhe do të realizojë një rritje rekord të trafikut me 50%, duke arritur në 4 milion pasagjerë në Tiranë. Ky zhvillim është rezultati drejt për drejt i politikave mbështetëse të qeverisë shqiptare dhe të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, të cilat e inkurajuan Ryanair të hap 21 linja të reja këtë verë. Hapja e bazës krijon mbi 3000 vende pune, përfshirë 120 vende të reja me pagat e larta për pilot, inxhinier dhe staf kabine, të gjitha të bazuara në Tiranë. Gjatë 5 viteve të ardhshme, Ryanair do të vazhdojë këtë investim duke zgjeruar bazën deri në 6 avion, B-7 37, investim prej $600 milion është në Tiranë, me synim për të arritur 6 milion pasagjerë në vit. Si kompania e vetme ajrore me tarifa të ulta në Shqipëri, Ryanair feston hapjen e bazës së saj me 4 avion në Tiranë, duke sjellë një rritje rekord të trafikut prej mbi 50% në 4 milion pasagjerë në vitin 2026, e mundësuar nga politika pro rritje aviacionit në Shqipëri dhe kostot e ulta të aeroportit të Tiranës. Kjo rritje rekord në vitin 2026 do të ofrojë 44 linja dhe 4 milion pasagjerë. Shqipëria është tregu i aviacionit me rritjen më të shpejtë në Evropë dhe Ryanair do të vazhdojë të investojë në Shqipëri. Ndërsa drejtori i operacioneve të aeroportit të Tiranës, zoti Piervjetorio Farabi, premtoi vijim të investimeve. Së bashku me stafin e tij, të cilët janë përgjigjur kësaj sfide, zgjeruam kapacitetet në terminal dhe në pistë në kohë rekord. Fal investimit për 120 milion euro të grupit Kastrati janë përmirësuar ndjeshëm infrastrukturët kryesore të aeroportit në zonën ajrore dhe toksore. Gjithashtu kemi përshtatur praktikat tona më të mira operacionale sipas nevojave të një linje ajrore moderne, duke u fokusuar në shkurtimin e kohës së përpunimit të avionëve dhe cilësisë së shërbimit. Hapja e kësaj baze nuk është vetëm një moment i rëndësishëm për bashkëpunimin ton, por edhe një reflektim i progresit që ka bërë TIA. Jemi krenar të mbështesim rritjen e Ryanairit në Shqipëri, duke kontribuar së bashku në shtimin e sa më shumë destinacioneve direkte, të cilat krijojnë mundësi të reja për turizmin dhe hapjen e vendeve të punës. Presim me padurim të zhvillojmë më tej këtë partneritet dhe të vazhdojmë të rritemi së bashku në vitet në vijim. Për çeljen e bazës me 4 avion në Tiranë dhe 21 linja të reja për verën 2026, Ryanair ka lançuar një ofertë treditore biletash me çmime që nisin nga vetëm €21.99, të disponueshme për rezervime tani përmes aplikacionit Ryanair.